Kryeministri Albin Kurti ka pranuar zyrtarisht se Kosova ka arritur një marrëveshje paraprake me SBA-t për të pritur emigrantët e dëbuar prej saj. Pas lajmeve në media, Kurti ka reaguar në rrjetet sociale, duke deklaruar se ka pasur një kërkesë nga ana e SBA-ve për të mbajtur emigrantët e dëbuar dhe ajo është pranuar nga qeveria e tij. Ai shprehet se ata do të përzgjidhen sipas një procedure të caktuar, teksa gjatë qëndrimit në Kosovë do të nënshtrohen ligjeve vendase. Si përgjigje ndaj kërkesës së SBA-ve për pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta, gatishmërinë e shprehur për bashkëpunim me partnerin dhe aleatin ton, sot e përkthyer me vendim të qeverisë në mbledhjen tonë të 262. Sipas këtij vendimi, shteti ynë brenda një periudhe një vjeçare do të pranojë dhe strehojë deri në 50 individ me qëllim të lehtësimit të kthimit të tyre të sigurt në vendin e prejardhjes. Përzgjedhja e këtyre personave do të bëhet nga një listë propozuar për aq sa ata i plotësojnë kriteret e caktuara lidhur me sundimin e ligjit dhe rendim publik. Gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, këta persona do të veprojnë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe do të gëzojnë të drejtat e përcaktuara po sipas legjislacionit tonë në fuqi, thot Kurti. Ky fundi duket se po shfrytëzon këtë rast për të qetësuar raportet me amerikanët pas tensioneve dhe përplasjeve të viteve të fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten aleati ynë i palëkundur dhe Republika e Kosovës do të jetë gjithmonë partner i besueshëm i tyre. U jemi përherë mirënjohës për ndihmën dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm, dhe e vlerësojmë lart mbështetjen në mbrojtje e zhvillime sidomos në rrugtimin ton drejt integrimit euroatlantik, shkruan Kurti. Ishin mediat amerikane ato të cilat raportuan se SBA u ka bërë kërkesë vendeve të rajonit për të strehuar refugjatët e dëbuar nga Trump. Në një shkrim të Bloomberg përmendej Serbia, por duket se ka pasur kërkesa edhe për vendet e tjera. Pyetja që shtrohet është: a është mes këtyre vendeve Shqipëria? Sinjalet janë se edhe në Tiranë ka ardhur një kërkesë e ngjashme dhe tani do të shohim nëse do të pranojë apo jo Edi Rama. Deri më tani ka terr informativ dhe nuk i jepet asnjë detaj.